Turizmi shqiptar po vazhdon të njohë zhvillime pozitive, teksa profili i vizitorëve që zgjedhin Shqipërinë po ndryshon nga viti në vit. Nëse deri pak vite më parë pesha kryesore e turistëve vinte nga vendet e rajonit, sot vendi po tërheq gjithnjë më shumë vizitor nga Europa Perëndimore, ajo qendrore, si dhe tregje të tjera ndërkombëtare. Të dhënat e muajit prill tregojnë se Shqipëria ka pritur afro 891.000 shtetas të huaj, i cili konfirmon sërish vazhdimin e ritmit të rritjes që ka karakterizuar sektorin turistik vitet e fundit. Për të numrit të përgjithshëm të vizitorëve, ajo që bie në sy është zgjerimi hartës së origjinës së turistëve dhe interesi në rritje për destinacionet shqiptare. Kosova mbetet burimi më i madh i turistëve që vizitojnë Shqipërinë. Afërsia gjeografike, lidhjet familjare dhe preferenca për bregdetin shqiptar vazhdojnë ta mbajnë këtë treg në krye të listës. E megjithatë, panorama turistike duket se po bëhet gjithnjë më larmimshme, pasi një pjesë e konsiderueshme e rritjes po vjen nga vende të tjera europiane. Italia vjon të jetë një nga tregjet më të rëndësishme për turizmin shqiptar. Numri i vizitorëve italianë është rritur ndjeshëm, duke reflektuar interesin e vazhdueshëm për Shqipërinë si një destinacion i afërt, ekonomik dhe me oferta të ndryshme turistike. Përveç pushimeve tradicionale, shumë italianë zgjedhin vendin për fundjava të shkurtra, ture kulturore, gastronomi, aktivitete biznesi apo shërbime të turizmit shëndetësor. Një tjetër treg i cili po fiton pesh është edhe Polonia. Mbas një periudhe me luhatje, turistët polak po rikthen në numër më të madh, i cili konfirmon sërish potencialin e këtij tregu për sektorin turistik shqiptar. Operatorët turistik vlerësojnë se lidhjet ajrore dhe promovimi i Shqipërisë në tregun polak kanë ndikuar në rritjen e interesit për vendin. Edhe Franca po vazhdon të shfaqë një trend pozitiv. Vizitorët francezë po zgjedhin gjithnjë më shpesh Shqipërinë për të zbuluar natyrën, trashëgimin kulturore dhe destinacionet bregdetare. Interesi i tyre është forcuar ndjeshëm edhe nga promovimi ndërkombëtar, i cili ka marrë vendi gjatë viteve të fundit, si edhe nga ofertat e operatorëve turistik francez. Paralelisht me këto zhvillime, Shqipëria po fiton vëmendje edhe në tregun amerikan. Numri i turistëve nga Shtetet e Bashkuara vazhdon të rritet, i cili tregon se destinacioni shqiptar po bëhet gjithnjë më i njohur për vizitorët që kërkojnë eksperjenca autentike, peizazhe natyrore dhe vende të tjera të paeksploruara nga turizmi masiv. Ky interes dhe rritje është regjistruar gjithashtu edhe nga vende si Spanja, Hungaria, Suedia, Danimarka, Lituania dhe India. Nga ana tjetër, jo të gjitha tregjet kanë ndjekur të njëjtin ritëm. Gjermania e konsideruar prej vitesh si një nga tregjet me potencialin më të lartë për Shqipërinë, ka shfaqur një dobësim gjatë muajit prill. Edhe Turqia dhe Maqedonia e Veriut kanë regjistruar më pak hyrje krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ekspertët e sektorit turizmit vlerësojnë se diversifikimi i tregjeve është një zhvillim pozitiv për turizmin shqiptar, pasi e bën industrinë më pak të varur nga disa vende të caktuara, si dhe krijon mundësi për një sezon më të qëndrueshëm gjatë gjithë vitit. Me sezonin veror që sapo ka nisur dhe me kërkesën në rritje nga tregjet të ndryshme europiane, pritshmëritë mbeten optimiste. Shqipëria po konsolidon gjithnjë më shumë pozicionin e saj si një nga destinacionet më të rrejtëse të Mesdheut, duke kombinuar bukuritë natyrore, trashëgimin kulturore, çmimet konkurruese, si dhe mikpritjen që e ka karakterizuar ndër vite.